Engjëjt të rrin pranë të moralshmëve, ndërsa shejtanët larg tyre. Ky është një virtyt i madh që u jepet atyre që kanë moral të mirë, sepse kur shejtanët qëndrojnë larg tyre, ata në këtë mënyrë qëndrojnë larg punëve të këqija. Në anën tjetër, kur engjëjt qëndrojnë pranë tyre, rrjedhimisht ata janë më pranë punëve të mira. Argumenti që e pohon këtë është hadithi, të cilin e përcjell Ebu Hurejra, i cili thot: dikush e shau Ebu Bekri në prani të profetit. Në ato momente profeti habiti dhe buzëqeshte, por kur e teproi, Ebu Bekri ja ktheu. Pas kësaj, profeti, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, u zemrua dhe u ngrit për t'u larguar. Ebu Bekri e ndoqi nga pas dhe i tha: o i dërguari i Allahut, ai po më shante dhe të ishe i pranishëm aty. Kur ja ktheva disa fjalë, ti u zemrove dhe u largove? Profeti, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, ju përgjigj: me ty o Ebu Bekër ishte një engjëll, i cili ja kthente sharjen atij në vendin tënd. Por kur fillove t'ja kthesh ti, atëherë u afrua shejtani, dhe unë nuk ulem aty ku qëndron shejtani. Më pas ju drejtua Ebu Bekrit duke i thënë: o Ebu Bekër, 3 gjëra janë të vërteta. Ai që e duron pa drejtësinë që i bëhet, për hir të Allahut, Allahu do ta ndihmojë atë ditë dhe do ta ngrejë në gradë. Çdo njeri që hap derën e dhënjes, duke pasur për qëllim lidhjet farefisnore, Allahu do t'ia shtojë atij pasurinë. Ndërsa ai që hap derën e kërkimit, me qëllim që të shtojë pasurinë, Allahu do t'ia shtojë më shumë varfërinë. Njeriu i pari këtij umeti që arriti të kuptojë këtë urtësi profetike madhështore ishte Hatixheja, e pikërisht në fillimet e profecisë kur Xhibrili kishte shkuar tek profeti për herë të parë. Atëherë, profeti, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, u friksua për veten e tij nga ajo që kishte parë. Kjo ndodhi para se të sigurohej se ai ishte engjëll. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Aisha se profeti, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, ishte drejtuar Hatixhes duke i thënë: o Hatixhe, nuk e di se çfarë kam. I tregoi ngjarjen, pastaj sërish i tha: o Hatixhe, friksohem për veten time, se mos ndoshta kjo gjë vjen nga djajt. Hatixheja kur i dëgjoi këto fjalë i tha: kurse si, mos u frikso, por përgëzohu. Betohem në Allahun se ty Allahu nuk do të turpëroj kurrë. Betohem në Allahun se ti i viziton të afërmit, kompenson gjën e duhur, mirëpret mysafirin, i ndihmon të tjerët dhe ndjek të vërtetën. Medito për pak çaste se si Hatixheja këto virtyte i bëri mburoj për profetin, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, ndaj kurtheve të shejtanit. Madje mendoi se ajo që i ndodhi profetit, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, ishte shpallje nga Allahu dhe jo kurthi i shejtanit. Kjo, për të vetmen arsye se profeti, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, nuk ishte gënjeshtar apo mëkatar. Argumenti që pohon këtë është fjala e Allahut të madhëruar: a doni t'ju tregoj se kujt i afrohen djajt? I afrohen çdo gënjeshtar i gjunaqar. Ata përgjojnë, por shumica e tyre janë gënjeshtar. Ky ajet fisnik na jep të kuptojmë se djajt qëndrojnë pranë atyre që ngjasojnë me ta. Shpifësi është ai që gënjen me fjalët që thot, ndërsa mëkatari është ai që bën mëkate me veprat e tij, ashtu sikurse thuhet edhe në tefsirin e Ibn Kathirit. Këto janë cilësitë e njerëzve të devijuar e të pamoralshëm. Prandaj edhe djajt shpeshherë mbizotrojnë dhe i komandojnë këta njerëz. Madje, mund të shkojë deri aty sa t'i kaploj prekja atyre. Domethënë, sëmundja e xhinëve. Ibn Taymija e ka sqaruar këtë fakt shumë qartë, duke na dhënë dobi të madhe. Ai shprehet: ky është kufiri ku Allahu i madhëruar ka bërë dallimin ndërmjet poetëve, magjistarëve dhe profetëve. Këtë dallim e bëri atëherë kur disa të pandërgjegjshëm pretenduan se Muhamedi ishte poet dhe fallxor.
Por Hatixheja argumentoi me logjikën e saj të shëndosh këtë situatë, duke thënë se atë që Allahu e ka krijuar dhe pajisur me moral të lartë, me këto cilësi të cilat i gëzojnë vetëm të mirë dhe njerëzit e lavdëruar, asnjëherë nuk mund ta pështërojë, duke u lejuar djajve të thallen me mendjen dhe fenë e tij. Hatixhes nuk i kishte zbritur ndonjë shpallje për ta kuptuar këtë, por ajo e kuptoi dhe mësoi nga intuita e saj e shëndosh. Në të njëjtën mënyrë, kur disa njerëz gënjeshtar pretenduan se ishin profet, siç ishte rasti Musejleme gënjeshtarit, Ebul Esud Elansit e të tjerë, problemi të cilëve ishte i paqartë sidomos për ignorantët, veçanërisht kur atyre u shpallej nga shejtanët. Kjo gjë i bëri disa ignorantë të besonin se kjo që u shpallej atyre ishte e njëjtë me atë që u shpallej profetëve. Por kur të mençurit prej tyre u tregonin për biografitë, padrejtësi dhe gënjeshtrat e tyre, u bëhej e qartë se këta njerëz nuk mund të ishin profet, sepse profeti, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, nuk është as gënjeshtar dhe as i padrejtë. Buhariu dhe Muslimi shënojnë se Dhul Huwaisira në momentin kur i ka thënë profetit, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të: "Bëhu i drejtë o Muhammed, sepse ti nuk je i drejtë." Në kohën që profeti paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të po ndante plaçkën e luftës. Profeti, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, i tha: "Humbe dhe u shkatërrove. Nëse unë nuk jam i drejtë, kush mund të jetë i drejtë? A nuk keni besim tek unë, ndërkohë që unë jam i besuar i atij që është në qiell, Allahut?" Do me thënë, humbe dhe u shkatërrove nëse nuk tregohemi drejt, sepse nëse mendon se jam i padrejt me besimin se unë jam profet, atëherë kjo tregon se ti ja lejon vetes që profeti të cilin besove të jetë i padrejt. Kjo është humbje dhe shkatërim, sepse bie ndesh me profecinë dhe është shpifje e madhe. Them, përderisa profeti paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, ishte njëri i dërguar dhe besnik, ashtu siç e pam më lart në këtë hadith, atëherë edhe ai që i zbriti shpalljen ishte engjëll besnik. Për të Allahu i madhëruar ka thënë: "Vërtet, ai, Kurani, është shpallje e Zotit të botëve. Atë e solli shpirti besnik, Xhibrili, në zemrën tënde, në mënyrë që të jesh prej atyre që tërheq vërejtjen." Përderisa profeti paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, ka qenë njëri besnik, ashtu siç e ka cilësuar Allahu i lartësuar në Kur'an në suren: "Me të vërtetë, ai, Kurani, është fjalë e Zotit që i lexoni i dërguari i ndershëm, por ju nuk besoni." Gjithashtu, i tillë ishte edhe ai që i solli shpalljen, Xhibrili, një engjëll i lartë dhe fisnik për të cilin Allahu i madhëruar ka thënë: "Vërtet, ai është shpallje që i solli i dërguari i fisnik, i cili është i fortë dhe gëzon vend të lartë tek Zoti i Arshit." Nga ana tjetër, shohim se si të parët tanë të mirë dhe të ndershëm i njihnin njerëzit që gënjenin dhe pretendonin se ishin profet, sapo njiheshin me ndonjë gënjeshtar. Gënjeshtra është thelbi i mëkateve, si në moral, ashtu edhe në fusha të tjera. Nga Buhariu dhe Muslimi është transmetuar se profeti i paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të ka thënë: "Vërtet, gënjeshtra të shpihet drejt mëkateve. Realisht, shejtani është gënjeshtar i madh, ashtu siç e ka pohuar profeti i paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, Ebu Hurejres në kohën kur shejtani kishte shkuar për t'i vjedhur, duke i thënë: "Të vërtetën të ka thënë, edhe pse në të vërtetë është gënjeshtar i madh." Duke u nisur nga ky pohim, arsyetojmë se është e pamundur që me gënjeshtarët dhe mëkatarët të mos përzihet koka e mëkatarëve dhe gënjeshtarëve, shejtani. Ashtu sikur se ka ndodhur me dikë të quajtur Muhtar bin Ubejd el-Kedhabi. Ebi Hatimi transmeton në tefsirin e Ibn Kethirit me zinxhir nga Ebi Zumejli, i cili tregon: "Ndërsa isha ulur me Ibn Abbasin, Muhtari, personi në fjalë, kishte ardhur për të kryer haxhin. Dikush erdhi te Ibn Abbasi dhe i tha: O Ibn Abbas, Ebu Ishaku, Muhtari, pretendon se këtë natë i ka ardhur shpallje." Ibn Abbasi ja ktheu: "Të vërtetën ka thënë."
Transmetuesi vazhdon. Unë që isha ullur u shtanga, u zmbrapsa dhe thash. Ibn Abasi të thot kështu? Atëherë Ibn Abasi tha. Ato janë dy lloje shpalljesh. Shpallje nga Allahu dhe shpallje nga shejtani. Shpallja e Allahut i është dhënë Muhamedit, ndërsa shpallja e shejtanit u është dhënë të dashurve të tij si puna e muhtarit. Më pas lexoj fjalën e Allahut. Vërtet, shejtanët u shpallën miqve të tyre. Me këtë rast, po kujtoj disa fjalë të bukura, të cilat i kam lexuar në komentin e Ibn Kethirit, mbi fjalën e Allahut ku thot: A ka më mizor se ai që shpiv gënjeshtër ndaj Allahut, apo përgënjeshtron faktet e tij? Mëkatarët, vërtet, s'kan për të shpëtuar. Ibn Kethiri thot: Allahu i madhëruar tregon se nuk ka më mizor, më të prishur e më kriminal se ai që shpiv gënjeshtër ndaj Allahut, dhe thot për Allahun gjëra që ai nuk i thot. Madje, pretendon se Allahu e ka dërguar në një kohë kur Allahu nuk e ka dërguar. Pra, nuk ka më mizore më të padrejtë se ky njeri. Shembulli i këtij njeriu nuk mund të fshihet ignorantëve. E si mund të jetë i ngjashëm me ato të profetëve? Donjë që shprehet kështu, qoftë gënjeshtar apo i sinqert, do t'i vi dita kur Allahu të shfaq argumente për sinqeritetin apo gënjeshtrat e tij. Madje këto argumente do të jenë më të qarta se rrezet e diellit. Për këdo duket qartë ndryshimi ndërmjet profetit, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, dhe Musejleme gënjeshtarit. Madje kjo diferencë është më e madhe se mëngjesi në mesin e natës. Atij që Allahu i ka dhuruar mendje për etësi dhe mënyrën e të arsyetuarit mbi cilësitë, punën dhe fjalët e secilit prej tyre, vëren qartë sinqeritetin e Muhamedit dhe hipokrizinë e Musejleme gënjeshtarit, apo se Xahut dhe Sueda Nesiut. Për këtë, Abdullah bin Selami ka thënë: Kur i dërguari i Allahut arriti në Medine, të gjithë njerëzit u mblodhën e unë isha njëri prej tyre. Në momentin që e pash, kuptova se fytyra e tij nuk i përngjante fytyrave të gënjeshtarëve. Gjëja e parë që dëgjova prej tij ishte: O ju njerëz, përhapni selamin, ushqeni njerëzit. Mbani lidhjet farefisnore dhe faluni në kohën kur njerëzit flen, në mënyrë që të hyni në xhenet me selam, paqe. Në kohën që tek profeti paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, erdhi delegacioni i Beni Sad bin Bekrit, mes tyre ishte edhe Dimam bin Talebe, i cili u drejtua profetit paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të me fjalët: O Muhammed, kush e ngriti këtë qiell? Ai ju përgjigj: Allahu. Dimami përsëri e pyeti: Kush i nguliti fort këto male? Profeti, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, ju përgjigj përsëri: Allahu. Ai e pyeti: Kush e bëri të rrafshët këtë tokë? Ai u përgjigj: Allahu. Atëherë Dimami tha: Betohem në atë i cili ngriti këtë qiell, nguliti këto male dhe rrafshoi këtë tokë. A të dërgoi Allahu për të gjithë njerëzit? Profeti, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, u përgjigj: Po, për Zotin tim. Më pas e pyeti profetin, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, për namazin, zekatin, haxhin dhe agjërimin, duke u betuar mbi secilin prej tyre, ndërsa profeti paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, ja pohonte duke ju betuar. Në fund tha: Të vërtetën the o Muhammed. Pastaj shtoi: Betohem në atë i cili të ka dërguar me të vërtetën, se nuk do të shtoj dhe nuk do të paksoj asgjë nga këto që më the. Ky njeriu mjaftua me kaq, sepse ishte i bindur në besnikërinë dhe sinqeritetin e profetit, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, për shkak të argumenteve të qarta që qartësonin një gjë të tillë. Hasan bin Thabiti, në një nga poezitë e tij, thoshte: Nëse për të, për profetin, nuk do të kishte argumente të qarta, mjafton që intuita e tij tregon shenja haptas. Për sa i përket Musejlemes,
Çdo kush që posedon logjik të shëndosh dhe vëren gjendjen e tij do ta kuptojë, pa asnjë pikë dyshimi, çështjen e tij. Ato e kupton nga fjalët e tij të rëndomta të cilat nuk kanë lidhje me gjuhën e pastër letrare. Apo e kupton nëpërmjet veprave të tij të shëmtuara. Nëpërmjet Kuranit të tij, me të cilin do të fundoset në zjarrin e xhehenemit, ditën e pikëllimit. Ditën kur të dalë në shesh çdo gjë. Sa i madh është dallimi ndërmjet fjalëve të Allahut ku thotë: Allahu nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç tij, të gjallit, të përjetshmit, mbajtësit të gjithçkaje. Ato nuk e kaplon as dremitja, as gjumi. Dhe fjalëve të Musejlemes, Allahu e mallkoft dhe fytyrën ja shëmtoft kur thotë: O bretkose bia e dy bretkosave, pastroaj sa të pastrosh, sepse edhe ujin nuk e ndot e as pirsi nuk e ndalon. Apo në shkrimet e tij, Allahu e shëmtoft ku thotë: Allahu i ka dhuruar shumë mirësi gruas shtatzën, në kohën kur nxori prej saj një njeri që lëviz ndërmjet barkut dhe organeve të brendshme. Ose përsëri, Allahu e lënë gjithmonë në zjarrin e xhehenemit ku thotë: Elefanti. Ç'të bëri ty të di se çfarë është elefanti? Ai posedon një hund të gjatë dhe bishë të shkurtër. Apo me fjalët e tij, Allahu e largof nga mëshira e tij ku thotë: Betohem në brumin kur ai përgatitet, bukën kur ajo bëhet dhe kafshatat të cilat përzihen me yndyrë. Vërtet, kurejshët janë popull që i kalojnë kufijt. Këto ishin disa nga legjendat dhe fjalët e përçarta, prej të cilave ne veriten edhe fëmijët që t'i thonë, madje edhe nëse i shprehin vetëm për t'u tallur e për asgjë tjetër. Për këtë arsye, Allahu e poshtëroi, dhe ditën e betejës së kopshtit, ai shijoi vdekjen. Pas kësaj u shkatrua grupi që kishte. Shokët dhe familja e tij e mallkuan, derisa erdhën tek i sinqerti, Ebu Bekri, të penduar dhe të përmalluar për fenë e Allahut. Kur familja dhe fisi Musejlemes erdhën tek Ebu Bekri, ai u kërkoi t'i lexoni diçka nga Kurani Musejlemes. Por ata i kërkuan Ebu Bekrit që të mos ua kërkonte një gjë të tillë. Ai ngulmoi, në mënyrë që njerëzit ta dëgjonin dhe të kuptonin se në çfarë mirësie ishin. Në mirësinë e udhëzimit dhe të diturisë. Kur ata lexuan diçka nga fjalët e Musejlemes, të cilat i përmendëm edhe më lart, pasi mbaruan së lexuari, Ebu Bekri u tha: Mirë ju, ku po ju shpije mendja? Betohem për Allahun se këto fjalë nuk kanë dalë nga një Zot që adhurohet. Thuhet se njëherë Amr bin el Asi erdhi tek Musejlemja sepse ishte shok me të në kohën kur akoma nuk e kishte pranuar Islamin. Musejleme gënjeshtari i tha: Mirë për ty o Amr. Më trego çfarë i është zbritur shokut tuaj Muhamedit në këtë periudhë. Amri tha: Kam dëgjuar shokët e tij të lexojnë një sure madhështore, edhe pse është shumë e shkurtër. Musejlemja i tha: Cila është ajo? Ai recitoi: Pasha kohën. Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt, me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbahen të vërtetës dhe këshilluan njëri tjetrin të jenë të dërueshëm. Musejlemja u mendua pak dhe tha: Edhe mua më është zbritur një gjë e tillë. Amri e pyeti: Çfarë të është zbritur? Ai u përgjigj: O maçok, more maçok, ke dy sy dhe një kraharor, ndërsa të tjera tek ti janë kot. Dhe e pyeti: Si të duket kjo o Amr? Amri ja ktheu duke i thënë: Betohem në Allahun se ti e di që unë e di se ti gënjen. Kur arriti të dalloj ky njeri që në atë kohë ishte i dhujtar, mes Muhamedit e sinqeritetit të tij dhe Musejlemes e gënjeshtrave të tij, atëherë si mund të fshihet një gjë e tillë njerëzve të logjikshëm që kanë intelekt të shëndosh dhe mendje prehtësi të dukshme. Për këtë fakt Allahu i madhëruar ka zbritur: Kush është më mizor se ai që trillon ndaj Zotit të tij? Ose thot: Më është shpallur
në një kohë që atij nuk I është shpallur. Apo ai që thot, do të thurë diçka të ngjashme me atë që ka zbritur Allahu. Ndërsa në ajetin të cilin e sqaruam thot, a ka më mizor se ai që shpiv gënjeshtër ndaj Allahut, ose për gënjeshtron faktet e tij, mëkatarët nuk kanë për të shpëtuar. Për këtë arsye, nuk ka më mizor se ai që përgënjeshtron të vërtetën, me të cilën u dërguan profetët, duke ju bërë të qarta argumentet këtij njeriu, siç është transmetuar në një hadith ku profeti, paqja dhe lavdërimi I Zotit qoftë mbi të, thot: njeriu më mizor tek Allahu është ai njeri që vret një profet, apo ai që vritet nga një profet. Medito pak çaste mbi rëndësinë që ka morali. Sepse ai, morali, u përdor si argument për të aprovuar profecinë e njërit, Muhamedit, dhe gënjeshtrën e një tjetri, Musejlemes.